Vetëm 2 nga 11 banka tregtare në Shqipëri kontrollojnë 1/3 e depozitave dhe mbi 40% të aktiveve të gjithë sistemit bankar. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë një përqendrim të lartë të veprimtarisë bankare në 2 apo 3 bankat më të mëdha në vend. Aktivet përfshin të gjitha kreditë që bankat japin për qytetarët dhe bizneset, të cilat i kthejnë gradualisht bashkë me interesat, paranë kesh në ark, investimet e bankave në tituj qeveritar, godinat, pajisjet e tyre dhe të tjera. Pra aktivet përfshin gjithçka që zotëron banka në tërësi. Bankat me vlerën më të lartë të aktiveve kanë zakonisht edhe numrin më të madh të klientëve, por jo domosdoshmërisht. Ka banka me numër më të vogël klientësh qytetar, por me klient biznesi që kanë kredi në shuma të konsiderueshme. Gjatë 2025-s, më shumë se gjysma e aktiveve bankare ishin në vetëm 3 banka, të cilat zotërojnë edhe deri në 46% të totalit të depozitave. Nëse bëjmë një krahasim me vitin